cila ka atë fuqi politike. Shikoni, po e them publikisht edhe me sinqeritetin më të plot. Sikur ti shahon LDK, sikur të flisja në emër LDK-s. Unë propozimin për presidentin apo kryeparlamentarin, unë si parti politike me 15%, 18%, 20%, unë me 2 duart e kisha marrë kryeparlamentarin, sepse ma përgatit, ma mundëson më forcu që herën tjetër me qenë ma i sukseshë politikisht. Po si president në momentin që shkon nuk të ndihmon politikisht. Këshilla falas LDK-s se si do të vepronit. Mirë po, LDK-ja ka një kryesin të saj. E ka një... Se ish LDK-jës, ja do të mirë LDK-s, që po të Kraki. Zoti Kraki, keni pas... LDK-ja i ka organet e saj, i ka deputet e saj dhe ata që kanë betën LDK, që nuk janë ish, mendojnë se duhet ta kenë presidentin. Mendoj që aty do zhvillohen bisedime edhe të brendshme, tashëtutje. Shikoni, ka x opsione që mundën me analizu. Se për mu do të ishte shumë e kuptueshme nëse ju thoni se nuk na garantohet, që është edhe bindja imja, thënë të drejtën, kom ato rezerva se edhe nëse do t'ja jepnit ju postin e presidentit LDK-s, ju numrat i keni ashtu të ngusht, sa kërkohet 8 vjet, mjafton një me mungu edhe nuk dështon procedura presidentit. Ju nëse do të ma paraqitit këtë argument... Duhet një mirëkuptim pak më i gjatë. Idealisht të duhet një farë mirëkuptimi pak më i gjatë. Po, mirë po, ju nuk po e tregoni vullnetin. Ju mund të thoni, vullneti jonë është që t'ja ofrojmë qytetarëve institucione stabile se janë lodhme me ushtrues detyra, pastaj keni edhe disa kompetenca si qeveri të kufizuara kur e ushtroni detyrën. Mund të thoni se ne kemi vullnetin, gjithsesi si të ofrojmë zgjidhje, po dhe numrat nuk i kemi të garantuar, nuk duam të rrezikojmë. Kjo do të ishte më pas e kuptueshme se vërtet 80 vota, aq sa jeni bashkë me LDK-n, nuk e garantojnë se... E ka thënë kryeministri Kurti. Nuk e garantojnë se nuk do zgjidhen. E ka thënë kryeministri Kurti kur shtoi AK-n për... Kryeministri Kurti nuk ka thënë se do t'ja jepsh atë post presidentit LDK-s, po tha, hiç më larg se sot, po kërkojnë më shumë se sa që ka numra. Dallimi drastik, tha është. Shikoj, bisedimet do vazhdojnë dhe normalisht që ndërkohë do shta dhe AK fillon me reflektu, ne kemi pas shumë akuza që si kemi këtu AK njerë. Zoti Kraki, ta shkoj këtu ma ta s'po vinë. Pse jeni të bindur që do të vazhdojnë bisedimet pas seancës së nesërme të cilin opozita po e qunë antikushtetuese? E tha, ishte pyetje profesorit më herët. Pse jeni kaq të bindur që ata do të ndryshojnë qëndrim nga gjithë çfarë po ndodh sonte edhe në kuvendin e Kosovës, edhe nga qëndrimet e gjitha subjekteve politike përveç lëvizjeve vendosje? Se logjikisht, shikoni, ne nuk kemi zgjedhur nga populli që